Se mama. Nga ime sa e bukur që e bërë mamo ime. Edhe ti e bërë shumë e bukur. Me vërtet, duke mama? Yll, Faleminderit. suki komplet, ashtu si që ne na karakterizon. Zemra mamit tënë. Mendoj se është momenti që të përshëndesim të gjithë zemrat tona, t'i lajmërojmë që të gjithë publikun tonë që na ndjeki në Shqipëri e në diasporë që Rita Roza Vlogs sapo startoi. Të bëj dhe unë kështu? Po, 1, 2, 3. Mire bëra? Super mirë. Kështu që prit njerë, ta porosis edhe unë një kafe? E vonove që kësi shumë Po bites. vdes për ta pirë një kafe, mama, e ka pi me mama. Erald, nise Gafredo Express të lutem. Faleminderit. Mezi po pres ta pirë. Më thuaj që të vi ta marr. Me që jemi te kafja jonë e lagjes, jemi praktikisht mu po shtëpis tonë, e kemi përzgjedhur si lokal, sepse mami këtu e pi kafen gjithmonë. Shion, mama. Po, edhe unë gjithashtu me mamin këtu e pi kafen gjithmonë, kështu që ta pse jo, duke qenë se vloget janë vërtet realiteti jonë, pse jo dhe kafen ta xhirojnë aty ku ne e pim në përditshmërinë tonë. So, mam, në gjithë të ko pauze që ne nuk kemi bërë vloge, tregoj kameras feedbackun që ke patur nga publiku, nga njerëzit. Mama, ka shumë dashuri sa mos duke ti qik tani sikur po fluturon. falenderoj nga zemra, pa fund të gjithë. U jap dhe unë shumë dashuri dhe mirënjohje dhe respekt pa fund për ato fjalë të mrekullueshme. Njëra pse shajqi, po. Ishte shajqi? Njëra. Doj kafe ky muhabet. Po. Ashtu dhe. Faleminderit shumë, faleminderit. Edhe një gotë. Ja, ku jemi? Mama, e di që mami ka shumë qef kur e shah ndonjë, se na marrim sysh pastaj. Nëse këto nuk do i komentojmë fare, mendoj unë, sepse gjithmonë do jenë, sidomos tani njerë Shiqy që janë, mama, shiqy që janë, dhe duhet na një kështu. Ashtu, a? Ja stëk muhabeti, e kupton që flet e hopur që kokën ja stëk kur del na një kështu. Shplodhesh pak, se aq shumë dashuri sa kemi marrë. Është shumë interesante se si të gjithë njerëzit po na thonë që Roz, kur do startoni me vloget, kur do ja nisni me vloget, por kishim fermën, kishim Moza Ahmetin, Ylli starin. Ishte Moza Ahmeti on air që në fakt ne dalim në orën 8 të darkës dhe për një orë del finalja e fermës. Shohim se kush do fitojë, që unë mendoj se fiton Moza. Pa diskutim. Mendon se fiton Moza. Pa diskutim. Kështu që Moza, se për një orë do dalësh kampione, urime fitore në ke merituar. Me faleminderit për çdo mësim, e letë me lapsun ma. Llafet e asaj mami me lepsën e latë, të mbajnë mendje. Me qa me lepsën e më fal, aktore si bën vrejtje. Të folur skenik me laps dhe me letër, mama. U kërnaqe. Kam baqonim ishte fjala, llafet e modhe. Mesazhe fuqishme. Se na iko me ploku. Të lutem, ma kapi qikë sheqerin, ma hidh, kapi ashtu ma hidh direkte. Hop! Që je për të kapur më keqen mamaja. E të mërshme, po përgjithsim kapi, nuk kap. Po ashtu është e mira të kapin. Ti kap në i sheqer. Tjerat, jo. Tani, shpresojmë ta fitoj Moza fermën, nëse do të jetë. Por që i kërkojmë shumë ndjes publikut, që neve startuam sezonin e vlogeve, kaq vonë, por duhet të prisnim të mbaronte ferma, sepse të gjithë të hallakatur, plus edhe situata është shumë delikate në këto momente për sa i përket edhe gjendjes politike në Shqipëri, protesta. Personalisht, unë jam karakterizuar gjithmonë si shpirt revolucionar, që gjithmonë e kam ngritur zërin për të drejtën dhe që gjithmonë nuk më ka plasur presione. Nes na plas familjarisht, do me të ku të shohim. Ne nuk na plas familjarisht. Kur do, la fosin. Kështu që çfarë është e drejtë, është e drejtë. Çfarë është për të ngritur zëri, unë çohem dhe ngrej zërin. E mami e ka rozën kapedane. Gjojnë juve. Mam, si mendon ti, si do shkoj këtë situatë? Kam shumë pozitivitet, mami, kam shumë energji të mirë. Ajo që është për të thonë edhe nga ana ime, është nuk është se politika dhe qeveria do jetë më si më parë me këtë situatë që po ndodh. Nuk do jetë më si më parë. Shumë tjetër. Nuk e di a do rrëzohet kjo qeveri, sepse po bënim një kalkulim me mondin. Montazhierin mondin, Gunin. Edhe po flisnim.
po thoshte Mondi, o Rosta, popullsi e regjistruar jemi 2.6 milion, ja 2.7 milion banar. Hajde kështu llogariti kështu në një numër, ja 800.000 tha, ja 700.000 punojnë administrata në gjithë Shqipërinë tha. Nuk mendoj tha se mund të rrëzohet tha qeveria kollaj tha, sepse jemi shumë pak tha, se kanë ikur gjithë jashtë. Okej, në rregull, tani në një mënyrë apo tjetrën, ajo që unë shoh nga rinia shqiptare, ajo që duhet bërë qartë, ka gjithë populli që po del për ditë në protest, që kam dalë edhe unë vetë, sa që më kam plasur kapilarët të këmbët. Le të plasin, mami, për një qëllim, po. Le të plasin atje. Ashtë kërkoj në i mjek që të na i heqi, se do gjim në i mënyrë, dhe zirim dhe këtë muhabet. Jo, për këtë qëllim, për këtë ideal, po. Por që edhe nëse nuk rrëzohet qeveria, të paktën t'i bëhet të qartë qeverisë, ashtu si dhe zotit kryeministër, që bëhet, si themi ne, bëhet si do populli, nuk bëhet ashtu si është bërë deri tani. Shpresoj shumë mam që të shohim ndryshime. Jam e sigurt për këtë. Revolucioni Flamingo. Kjo është një gjë e papar, një gjë. Edhe veshja ditëlindjes time që ishte me temë, që isha bërë si Flamingo, nga Motrat Barzezi, do me thënë, jam duke i mshuar shumë fort kësaj gjëje, sepse dua t'i jap shpresë të gjithë shqiptarëve që kanë detur të strukur, se thonin kush do dali, ja unë jam kundër, po kush do dali. Do t'i që po shohim që jemi të gjithë në shesh, siç edhe kam deklaruar që nuk e dija që pas kemi qenë të gjithë me një mendje. Kur të vete fika ku s'mban më të keqen mamaja, në një mendje jemi. Në rregull, Kur sa të të vete protestohet, fika, ku s'mban më. Atje protestohet për të gjitha hallet. Prandaj njerëzit janë të gjithë në shesh për problemet. Ajo që e ndrojmë si muhabet? e ndrojmë si muhabet. Që shkeqën ti me shnet? Mirë, faleminderit. Keqen mamaja, Jo, keqen e mam, nuk kam fustanin. për bebe akoma. Më fustanin? Okej, mirë. Nuk ta zë më bebe në gol të ky sezoni. Te ky sezon e Po kemi jo, lënë. më ti e kam haruar fare, as do ta kujtoj. 3 herë vajta te radha në spitali edhe qa më le si më le. Ashtu, si ai në qi. E ka me i dorë, nuk... S'ka gjë përqëndrojmë. Përqëndrojmë tani. Me që është vlogu i Parma, unë them le t'i bëjmë një prezantim të gjithë zemrave tona se çfarë do bëjmë sot. Sot është një surprizë edhe për mamin. I kam thënë që mam do kemi një sfidë me veshje sportive dhe kaq. Pra Do dalë mami me veshje sportive, të keqen mamaja. Mama bi këtë gazet, keqen mama. Duke qenë se sezonin e kaluar, ta flas kështu, sezonin e kaluar, ne kemi qenë tërë kohën të ngrefme të pispillosme, kemi shtruar tavolinën e darkës së Krishtlindjeve, majtakave në shtëpi. Kemi dalë te Tegu, kemi bërë shopping majtakave në bërë këmbë daulle. Mi kap qik takat e mua? Kapi e qik takat mamit, edhe gocës vetë. Des edhe nuk je takat. Kjo është sfida, kështu kemi vendosur këtë sezon. Këtë sezon si e ke menduar ti? Unë dua ta startojmë ndryshe me sfidën Suki Suki Challenge. Thuaj çik Suki Suki Challenge. Challenge, qa do me thënë? Challenge? Sfida, Sfida? Sfida. Po thuaj tani Suki Suki sfida. Suki Suki Se sfida. thua ashtu? Se më ngatron. Ma, ne, prit. Segafredo. Nice shpirtin. I kam pirë 2 der tani, mama. Ai të gëzuar. Kjo është e dyta. Pra që po thonim. Ne si që mi kështu të veshura tani, do dalim në rrugët e Tiranës me tuta. Pa buste kuqe. Ua, me tuta, mami. Edhe buste kuqe nuk do i kesh. Pataka, bukur, pataka, mami. Pataka. Jo, të lutem, mami, jam sëmur. Je sëmur. Po kur sëmur e trobi vesh të sheshta. Jo, jam sëmur që do vesh të sheshta. Mam, pa buste kuqe? Me Edhe tuta? pa buste kuqe? Po, edhe me atlete. Bëja qefin gjithë zemrave tona, që ti tani do bësh pjesë e këtij vlogu, ashtu si që shkruar skenari. Me dhimbjen më të madhe, po i njoftoj që po i bindem këtij fëmije që ma nxirr jetën. Let's go. Më shikoj njerëzit kështu në këtë ditë që më ke katandisu. Hajde! Katandisu kështu. Inshallah nuk dela ajo, zoti ma të shofi në këtë gjendje. Nuk e keni iden se sa jam munduar
Shi mami duken buzë të tona kuqe. mrapa. Jo, s'duket duket asgjë. gjë. Duket super. Ka ta ndi se në ditë hallit ke që nga maja zeza unë që më gjepi. Nuk e ke një ide se sa ja munduar që të fshi buzët e kuqe të mamit dhe t'ja lyja kështu. Po, si Duhet karnavalem ke bërë, se ato ruspijet. Mendoj se duhet t'ja themi të gjithëve që kjo është hera e parë që Rita Lati nuk është me buzë të kuqe. Jam kaq krenare për ty. Unë duke më shumë shëmtuar, mami, se gjithë vjen me buzë kafe, po mami kur e bën, duke ta mam si ato Jo, duke shumë. ruspijet e... S'më shkojnë mua këto gjëra. Nuk më shkojnë mami këto gjëra. Ka njerëz që shkojnë buzët kafe me viza, unë duke më skandal. No, jeta ime. Duke shyll. Duke myllë, di si duke më tani, po inshallah. Ma se s'den na 101, atë thuaj se la shko që e nami që si më bëre. No, jeta ime. Tani, unë thema, Aha, ecim si njerëzit normal, po normali që ecim rrugëve me atlete, Nuk di sportistë. të eci me atlete. Nuk di. Më rëndojnë 400 kile. O, ma hoqe trurin. A Oke përshindetja. E dëgjua të? Në Zvërnec aty na ke. Aty më ke. Që më ke ka të ndisur këshu? Hajde ma. Mam po të Po shikon hajde ma, njerëzit. hajde ma. Po. Mam po të shikon miletin, Shikoj po kush të të dojnë, shikon duat të shikoj dënjaja. aji. Mos më shikon aji, gamba amadhi. Hajde. Mi kaloj që mos na shikoj njerëzit, anash qosheve të dyqaneve. Hajde qosheve të dyqaneve. Po qosheve Mos tani do të e blej zeza. një spec. Po hajde tani, hajde iki në shtëpi. Më falo zotni se s'jam në gjendjen time më të mirë. Ta fal. Po fal, okej. Më ndalon mua ti tash ti po vetë, Hajde. në shtëpi mos na shikoj njeri kështu. Si kemi flokës se shiko. Jemi si jemi, po Me kapele nuk... buzët, me vis kafe, mami s'ka bërë vaki kjo gjë që më bëre. Jemi si jemi, po të pak të kapele nuk kemi vënë në kokë. Pak të flokët i kemi, Po se mami kisha kreur unë. Aj goca, do dili në vlog. Bukur. Që ka bukur? Qyqa, po pse bësh si karnavalet ke qenë më. Uri më i duart poshtë. Më hëngre. Çik serioze tani, sa shikojnë dynjaja. Në fakt, u mendoj se kështu nuk në shikojnë dynjaja. Ai dyqani kur bëj 50% ulje do vete, se kështu me të keq që nuk ja blej. Ashtu, a? Ja, kur bëj 50%. Po ja ku i ke gjithçka 50% ulje. Po jo për ato, se s'kisha nevojë për atë veshjen. Mama, fusan me ziza. Ua, mama, më falë. Jo, me jo, s'është dita sot, ma. Nuk është dita sot. Ama më që mami se... Sot jemi në sfidën suki-suki, sot jemi me tuta, sot jemi me atlete, pa buzë të kuqe, sot jemi ndryshe. Ziza, vimi shofim nesër majtakave. Do e kenë bler atë mama deri nesër. Ma, hajde se ka tjetër, ma. Ma lë fiksim tani mami jep pëlqen një gjë. Po. Mama, merdi si arom dimal krudomestika. E ndjeve? Jo, mua nuk më vjen gjikundi. Provoj edhe një herë se... Wow! Jo, nuk më vjen. Ua, sa më erdhi, wow! Qa do të thuash me këto? Një gjë. I do tani? Ka mami zemra mamit. Nuk mund ta besoj, do me thënë. Do të vdesë. Jemi në mes të rrugës. O, Juli, mami, po ku e gjete me njerë? Absolutisht, në çdo supermarket ke kru Dimal, domestika. Dimal. Mama. Që Po ka si dhe... të apo është se shi si është? Je di që mama e ke, apo... Mos më thuaj. Apo që e deshe. Apja mama sa të bëj, lëri lafe ti. Po i kër mama ja pa atë, apo... Na dhe në një rrugës Ta si duam ta përsun, ta përsë shti. Jo, prit e ti, mama. Ta përsun? E, mirë o mirë. Qeka? E, mirë o mirë. Te koshi. Po, ma. Ba? Që ta di që mama e ke, do me thonë. 4 cipërish, se ne do hamë si t'na doj kokre i shepit. Ke marrë dhe litrat e lagura me Si t'na doj kokre i shepit. Kam një koqire, do ku doja mund. Edhe pa qartë prapi ke gjë, mos ke dhe laut me vete, mos ke në i peshk të kuq në akuarium me vete. Nuk i djetë, bërë aki edhe në zjena nojnë gjep. Nuk i djetë. Pasove mirë duart. Çfarë arome. Ama se më shtojt jetë, aman o mama. Mirë. S'kam fajun e Me shkreta. apo shikaç. Ma je si lumje, si lumje. Ma, je shumë e bukur. Jo mami, jam keq Je tani. yll. Duhet të ha mami në gjithë maloren.
Je një yll. Duhet të hatë gjithë maloren, ha, Se s'ka merë. fuqi, e? Hajde, me dhimbje më të madhe. Kam pikën e fuqi, sikos jam telendisu? Një picik. E do një kaq. E dua një kaq. Po një picik më. E do një kaq. Hajde tani. Dhe kam qeftë të ngacmoj. Mos më shikoj kështu. Hajde, mos më shikoj kështu, mami. Se kam gojën plot. Hajde ndjekim. Po shiko si jam, mama, Zotria, zotria, me gjaket të zezë, pra kapele të zezë me pëndjeshile. S'më zë gjumi mamin për atë. Mos bjerë në syë. Ku është duke shkuara? Ja, pritë, mos bjerë në syë, mos bjerë në syë. Shqipë, sa bukur këtu, shumë bukur këtu, shumë bukur. Shumë bukur. Së duke se nuk thej. Qa du i thuash? Du i flasësh? Hajde të klasim. Ja bëj me isharete unë. Ja bën një sharete? Qa do thot një sharete? Me shënja, kuptoj me shënja. Ma, të mendosh që për të se zë gjumi mami na. Sa fishmik, shko sa zotri që është. E ndjekim? Kam i të flokë tanën këtej të Po, flokë. i ke shumë mirë, po. Buzët që mi ke bërë me Po. rap skapë. Ku ma gjete, sot që kosi më ke të më shikoj a i kështu. Nuk e dija që do dilte Kam për para. ndaluar. Ka ndaluar, që do bëjmë tani? Shoj Ç'do zëmra. dikosh? Që di thuash? Vetëm ta shikojmë ku do futet. Po, ai është thjesht duke e ka kokën këtej, e ka kokën Ti këtej. po shikon Po, më? më duket po. E kam mirë të? Kë këtë? Mirë, e ke. Vizën. Vizën? Këto viza që mi bëre sot më gjetet më bërë shumë. Ka ndaluar mami, ka Ç'do bëjmë ndaluar. tani? Unë them, çka, unë them, bëu e fort. Gjoksi lart. Po. Edhe të shkojmë të flasim. Po ikën. Po ikën. Je shumë bukur. Ta të gjeni po me. Mami. U fute lokali. Futemi në lokal. Tani do futemi në lokal dhe Shtu të jam flasësh aty. unë, Po, ma, pse më ke stresuar jetë, ke një sezon kaluar që e ke përmendur edhe në intervista, zotria me kapele zezë me pundjeshile. Po shashuri jetës time me mami si Atëherë? më tha. Po jo kështu. Aje labe! Po jo kështu me mami, no. Futemi, Shko mami duke më bukur. je një yll. Jo që. Ku shulluna? Që kanë shumë fishuar, ma. Mamo, më Bingo! Nga një? që në një do t'a gjej mes atyre. Hajde, mami, them, futemi Të brenda. futen? Futemi brenda. Më prej gjunjët, mami, ti qa. Ecdi. Si jeni mirë? Ullu këtu. Të ulesh aty. Se di ku shësh mami nga ata. Po shikon do njëri më? Asë njëri. S'më shikon asnjë? E, po qa fati që pate. Pse? Nga një zotëri me pëndjeshile të dollën 101. Tani mami do atë që ka bërë zëmra bamo, ma që se zë gjuminatën tani, asë njëri nuk është nga ta. E Se sigur. shumë e sigurt, Po, mami i e ndje në penje. ajer, po. Ja, gjithë me radhë, Po asë shifës njëri. është njëri atje të cepi me mjekër kështu. Gjomi, mam, nuk është ai. Ua, mam, kërciti grau zëmra kur e pash atë. Ja, unë i shikoj këta, si ku shikoj atë komshiun tim. Tani, porosisim diçka për të pirë? Po. Porosisim diçka Nëse s'është dita e mamit me mirë sot, e kupton, mami? Mam, ti e një yll, edhe me këto buzët kështu Po më duke shikojnë shumë ata, bukur. shikojnë qik me stil. Të gjithë po të shikojnë. Jo, mami, nuk. Jo, shiko, të lutem ri, të lutem. Jo, mami, Sepse- e di, të shkoj të vishëm me bëbë buste kuqe dhe unë këtu do i gjej se këta nuk lëvizin. Prit, ri njerë, dhe bëjmë planin bashkë. Të shkoj të Po, vishem unë me buste kuqe. A nuk janë tipa që duhet keni Instagram tani për shumë. Nuk kanë Instagram ata. Po ti ke Instagram, Unë kam, mami, po ke unë dhe jam... TikTok. Po mi po, unë jam pensioniste e re. Shtu dhe. Kështu që Unë normalisht, pensioniste e re, mami. absolutisht. Tani, unë mendoj që të futesh në muhabet, mendoj që të duke zonjë grua, që rasti që të gjithë tani me na i birë, apo që po pirë, na i verë, që rasti me na i dorë tjetër të kotë së verës. Gjyra zhjitë këta, muj? Po, Do i paguash ti? Në që ras mami, ti paguaj i ju. paguash ti. Po, që rasti të gjithë, Po. edhe si vlonjate që e ka për gotën e verës edhe
Bëj një gëzuar. Me gjithë plejt, moj? Po. Bëj një gëzuar Po për s'mbaj do të kaq, janë shumë. Nuk i mbaj do. Do bësh një gëzuar? Jo, po. Okej, që më të lutem ma bëj qefi. Do Ma bësh një qysh? gëzuar për Shqipërinë e re. Për Shqipërinë e re tani ai që do mami nuk po e shoh ma. Je sigur? Po jam shumë e sigur se unë i kap në ajër këta. Mama, shiko. Bëu e guximshme, merre gotën, Po? edhe me që je dhe labe, Po? dhe je kapedane, Ja. do e ngresh gotën, edhe do bësh një dolli, po që të dëgjojnë tek ata të tjerët. Ja gëzuar do thuash për Shqipërinë e re. Duhet të gjejmë një gjë që të biesh në sy. Ç'a do bësh tani? Ç'a do bën? Ç'a mendon të bësh tjetër? Do ja marrësh këngës? Po si ja marrë mami, po nuk është ai moja ai që i rap dambla jam unë në kokë nga më humbi. Ishe e sigur që u fut këtu ai? Pa e pam të dyja. Po si me mami, nuk është. Hajde tani, në fakt të qoshin tes ma ka zënë syri tamam. Mos është na këtë qoshi? Ala me zotrishja. Unë tani do të isha me Ziza. Ka belen me tyri. Ma, qa do pish, ma? Do pim në një gjë, tash, me që erdhën këtu. Më falë, po, unë nuk jam fare mirë, mami më pëlqen vetja fare, unë duhet të çojmë tiki. Në falësh një sekond, lutem, sa ta ndaj mendjen qa do pim. Se si jam mirë, e kupton? Mam, ti e një yll, edhe me këto buzët kështu Po më duke shikojnë shumë ata, bukur. shikojnë qik me stil. Të gjithë po të shikojnë. Jo, mami, nuk. Jo, shiko, ti themi kamarierit të vi. Po, vaj, po. God ver ekstra. Po, Të mos ngacmon kamarierin. Po jo, mo jo. Se janë këta që bëjnë a dy puna, paradite këtu ai mazite është në bank. Në bank? E, A punon në bank? Në bashki. Në Nuk bashki? qënë ke, e mirë vazhdova se s'kishim punë e ty. Është nga i biznes këtë djali. Se punoj paradite këtu pasit në biznes. Bëjnë dy puna, të justifikojnë parat, o ma nga i gjithë e parat, punoj dy puna. O e vogla ime ti. Dhe me që po bëjmë gëzuar, Gëzuar? le t'i kujtojmë gjithë zemrave tona, që me gjithë këtë ciklet që jemi këtu tani, se ishte surpriz kjo momenti. Le surpriz, po më the Antalja, apo Talle Menderen. Bravo. Talle Menderen? Bravo. Se ma mi mërë seriosisht? Që temi gjithë zemrave tona, që vlogu radhës, kemi udhtimin në Antalja. Seriosisht, mama? Seriosisht. Antalja? Po, do shkoj me Globus Travel. Ka po më ofertën më të fundit, ofertat më të mira që i ke vetëm te Globus Travel. Bravo. Për të gjithë familjet që kanë bebat, që kanë fëmijët e tyre, që shkojnë në për këto plazhet në Turqi, në për këto resortet e bukura Turqisë, kontaktoni me Globus Travel. Siç kemi kontaktuar ne dhe gjetëm super resorte 5 yje all inclusive Dukale Lara, që është i përshtatshëm për të gjitha familjet dhe fëmijët. Në super plazh, do kënaqesh me detin, do kënaqesh me festat, do kënaqemi po spaja, mam. Pra, mezi pres të të shkoj të të shtypin një qik ato tajlandezët që janë andej. Më po leja ato si kur të vjetë edhe aji atje, me ndo? Mëndjen aty e kete zotria me kapelja. Po harova, po do ngri një dollion, për kishte dhe një? Për Shqipërinë e re. Po. Trimeje. Si na vlora e kupton se... Jepi se po të shohim. Po duke miru... Duke shjyll. Atere, gëzuar të gjithve, për Shqipërinë e re. Gëzuar, gëzuar, gëzuar. Gëzuar, mam. Nuk di kush nga ata do të doja të ishte njerku im. Po avash ti mo e bre me vërtej njerkun, ti avash me avash. Më them së është asnjëri nga këta ti tani kot. Edhe unë po ndërroj kot më duket. Mama po më shikojnë të gjithë dhe shepa mundur në këtë gjendje që ja, jo, s'po qëndroj dot më. Mama, rrit lutem. Mama, se zgjatë të presh në shtëpi. Gjithë po më shikoj, të lutem, nuk jam shumë keq, po të s'nje mirë, nuk ndje mirë.
Na këtë 50-ën? Je sigur e pa të më larë 100. Po nëse kishim lënë që të shkojmë në banjo.